Çfarë këshillë ki për këtë artistët e ri që dojnë me arrit me pas një karrierë aq të gatë si ti për shembull? E para me qenë serioz, me zgjedh bashkëpunëtor të mirë, me zgjedh tekstin e mirë, me mesazh të mirë dhe kur dalin para publikut të dalin me ftyrë përballë tyre, e jo si do tjera, sidomos këngëtare që del në skenë dhe ja kthen shpinën. Mendoj ajo mas pari nuk është kulturë. Është vërtet. Publikun e ki kuj po i këndon përpara DJ-t. Po është Edhe playback kënojnë, do me thonë, edhe e degenerojnë atë masë që është mrapa. mjet klientele kjo pjesë. Miranda, si du të me këndu sot, që me ngel disa këngë të sotshme, që realisht ka ndoshta sot që ka disa këngë të pavdekshme pra. Si që janë kjo, prandaj mos me lini veç që nuk vdes kur. Pra shumë këngë tjerë të Mankuqja, këngë të Vaçezeles edhe të Nexhmijes. Këngë të Elita 5. Elita 5, nuk vdesin kur. Sot pse po bëhet kaq komerciale muzika, nuk po ngelin pra, nuk është që po ngelin. Janë ba shumë këngë, do me thonë, publiku nuk po mund me, do me thonë, qaq numër të madh të këngëve për me thith, e kupton? Për para, tashi, unë se po mendoj njerëz që jam kundër unë që po dalin, po vinë këngëtar tjerë. Jo, nuk jam kundër, le të vinë plot të tjerë. Po të vinë kontribojnë, jo me prish. Të vjen një kualitet. Po bra. Një kualitet që ta edukojnë këtë masë, sidomos është e rëndësishme për fëmijët e diasporës. Unë se fëmijët andej edhe në për shkolla flasin e mësojnë shqip, apo kupton, për fëmijët e diasporës që janë shumë, t'ju servojmë gjëra të mira, t'ju servojmë këngë të bukura, do me thonë t'i trashëgojmë vlerën mes nesh. A ki menu njerë për inteligjencën artificiale, ka programe që mujnë me prodhu këngë do këtë si mu kanë për një me njeri që kënon, ose që ka prodhu? Po, por si kur atë këngë duhet del me e këndu, si inteligjencën artificiale. A kënon ministra, Diella e kënon, s'ka lidhje. Po Diella si do del Diella në skenë. Ne po prodhojmë ministras, po prodhojmë këngë. A beson që këtu është problemi. A je pesimiste që ka me pas një ndikim negativ në muzikë në të ardhmen, këtë tek në zhvillimi teknologjisë? Po jo mara, se po më duket për pak përqind nuk janë ata të saktë dhe kështu që